Pas një rrugtimi drejt vendeve të shenjta, 104 haxhiler nga Shkodra u kthye në vendlindje, të mirëpritur me emocion dhe respekt nga familjarët të afërmit dhe përfaqësues së lartë të komunitetit musliman të Shkodrës. Ceremonia mirëseardhjes u organizua pranë ambienteve të Myftinisë Shkodër, ku i pranishëm ishte edhe muftiu Imam Muhamet Sytari. Ai uroi të gjithë pelegrinët për përfundimin me sukses të këtij udhëtimi të shenjtë dhe falenderoi Zotin për mbarvajtjen e çdo etape të haxhit. Këtë vit e kanë pas fatin e mirë me u bashku me miliona besimtar musliman nga marë bota, edhe bashkarisht me ulut në vendet më të mira të globit, në kohë të çuditshme, e në kohë provash, e në kohë paradoksesh, mirë po bekimi i madh për ne është që nga qyteti jonë janë një grup i madh besimtarë që janë përgjigjë ftesës Allahut, edhe kjo na bën me udhënim mirë. Haxhilerët të emocionuar ndanë përvojën e tyre shpirtërore, duke cilësuar haxhin si një nga përjetimet më të thella dhe më domethënëse të jetës së tyre. Haxhi ishte një detyrë që i takon çdo muslimanit, një nga detyrat për me plotësuar kushtet e Islamit, ishte në pritja, ishte në lartësinë e duhur, udhëhesa ishte në lartësinë e duhur. Edhe inshallah Zoti ju pranon të gjithëve haxhin dhe inshallah Zoti ju bën të mundën të gjithë muslimanëve për me vizituar ata vende të shenjta. Emocioni i veçantë s'kan sti që më thonë për Zotin. Haxhi quhet udhëtimi i jetës. Nuk ka fjalë me përshkru kënaqësitë, vetëm një gjatë duhet me ditë. Vetëm ai që shkon atje e kupton kënaqësinë edhe ato shpërblimet që ka ai vend. Udhëtimi për në vendet e shenjta nisi më 30 maj dhe u zhvillua nën kujdesin dhe organizimin e Myftinisë Shkodër dhe agjencive të autorizuara, duke respektuar të gjitha detyrimet fetare dhe rregullat organizative të pelegrinazhit islam. Kjo ngjarje shënon jo vetëm një përmbushje personale për haxhilerët, por edhe një moment reflektimi dhe besimi për të gjithë komunitetin musliman të Shkodrës.